Përshëndetje të dashur miq, unë jam avokat Alban Duraj. Një ngjarje e rëndë na ka shokuar të gjithë të fundjavë në një televizion kombëtar ku transmetohet një emision i cili është një reality show i përjavshëm. Ka ndodhur një ngjarje pazakontë ku Jozi ka goditur Xhesin me pëllëmb dhe ai ka rënë në shesh. Natyrisht që ky është një emision që shikohet nga të gjitha grupmoshat dhe të gjithë kemi qenë të shokuar nga kjo ngjarje e rëndë. Por shtrohet pyetja pse sa është vepra penale për cilën dënohet Jozi për këtë pëllëmb dhe për këtë dëmtim që i ka shkaktuar Xhesit. Kodi penal në nenin 90 të tij përcakton se rajet, të cilat janë rrafja e cila është për një periudhë, për një dëmtim deri në 9 ditë, dënohet me gjobë deri në 6 muaj burg. Forcat e policisë arritën menjëherë në vendin ku ndodhi ngjarja dhe bëri arrestimin e Jozit. Shtrohet pyetja, nëse a është i lishëm ky arrestim, a duhet të arrestuar Jozi në këtë mënyrë? Arrestimi natyrisht që ishte i palishëm, sepse ai thjesht u shoqërua në ambientet e policisë dhe doli jashtë për disa orë, thjesht për të bërë verifikimi, dhe prokurori i cili ka qenë i gatshëm, bazuar edhe në kodin e procedurës penale dhe kodin penal, ai vendosi që mos arrestoi Jozi, sepse kjo është një vepër penale e cila ndiqet me kërkesën e palës së dëmtuar dhe jo me kërkesën e organit të akuzës. Natyrisht edhe ky shoqërim nuk duhej zhvilluar, sepse fare mirë në momentin e ndalimit, policia mund të bëjë verifikimin, të shikojë nëse ka dëmtime të rënda apo jo, dhe kjo ishte mjaft mirë e verifikueshme, por natyrisht që edhe në këtë ngjarje duhet një raport mjekoligjor për shkallën e dëmtimit dhe sa pasoja i ka sjellë Xhesit. Kështu që ne duhet presim mirë raportin mjekoligjor, pastaj të shikojmë nëse kjo është një dëmtim i cili duhet 9 ditë kohë që të rikuperohet, apo është mbi 9 ditë kohë, mbi 9 ditë faza e rikuperimit. Dhe pastaj përcaktohet që kjo vepër penale duhet ndjekur nga Xhesi apo duhet ndjekur nga organi i akuzës, e cila në rastin konkret është prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Për sa i përket dëmeve apo penaliteteve të tjera për Xhozin, kjo varet nga marrëdhënia kontraktuale që ka Jozi me organizatorin e këtij eventi apo të këtij emisioni televiziv. Nëse aty ka për këto veprime ka penalitete civile, të cilat mund të jenë gjoba dhe ndalesa të tjera, të cilat vetëm këto dy palë i dinë dhe kanë informacione, atëherë duhet të futen në fuqi edhe këto sanksione, sepse kemi të bëjmë me një emision i cili është në masë të gjerë dhe shikohet nga shumica e qytetarëve, dhe natyrisht që emisionet televizive duhet të kenë një karakter edukativ për masën e gjerë, dhe kur ka dhunë apo shfaqje të tilla nuk ndikojnë pozitivisht tek formimi i qytetarëve, por ata të cilët janë më të dëmtuar janë moshat e reja, adoleshentët, të cilët mund t'i marrin këto dhe si modele pozitive. Kështu që ne duhet të presim se çfarë masash tashmë do të marrë organi i akuzës pasi të njihet me aktin e ekspertimit mjekoligjor dhe masa që do marrë organizatori i këtij emisioni televiziv. Ndërkohë, avokata, është e njëjta, po themi kështu, i njëjti dënim ose masë që merret në rastin kur dikush të jep një shpull edhe dikush tjetër të jep një grush, pra është e njëjta gjë apo ndryshon në këtë mes? Dhuna e përcaktuar. Dhuna varet vetëm nga masa e dëmtimit. Pra nëse ne do të kemi një të dëmtuar i cili do të jetë deri në 9 ditë, kjo varet, kjo akuzë apo kjo kërkesë i drejtohet gjykatës me kërkesën e palës së dëmtuar. Pra ata të cilët janë të dëmtuar kanë të drejtën ligjore që t'i drejtojnë gjykatës,
për të kërkuar këtë dënim. Dhe prokuroria është pjesëtare në këtë proces gjyqësor si personi interesuar në këtë proces, por të gjitha tagrat dhe të drejtat për ta iniciuar dhe për të kërkuar të dënim e ka vetëm pala e dëmtuar. Nëse do të ishte një dëmtim i cili do të donte mbi 9 ditë kohë, të gjithë të drejtën për të zhvilluar hetime dhe për të çuar kërkesën në gjykat e ka prokuroria në rastin konkret. Po në këtë rast kur ne e pam fare mirë që ishte thjesht një shput dhe personazhi tjetër u ngrit në këmbë dhe erdhi pas 20 minutash për shembull sërish në emision, në produksion dhe nuk pati ndonjë dëm serioz për të pritur 9 ditë, po themi kështu, në rikuperim i shtruar apo në kujdesin e mjekëve. Do të thotë që asgjë serioze nuk është në raport me ligjin. Nuk ka asnjë gjë serioze në pamje të parë, po kjo mund të jetë thjesht në një pamje të parë, sepse ai mund të jetë ngritur menjëherë dhe nuk përcaktohet fakti që ai është në këmbë, nuk do të thotë që nuk i ka sjell pasoja rikuperimi, sepse mund të kemi pasoja të tjera të cilat ka të bëjnë organe të tjera të kokës, për të cilat ky organ është shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut. Kështu që nuk mund të përcaktohet fakti që një person mund të eci apo mundet që të jetë në gjendje të komunikojë, por për të qenë i aftë në punë, atij ndoshta duhet edhe më shumë se 9 ditë. Në të tilla raste, vetëm ekspertimi mjekoligjor mund të nxjerrë një konkluzion profesional lidhur me aftësitë të cilat ka ky dëmtuar apo ky qytetar që ka pësuar dhunë. Avokata, rëndohet pozita e Jozit për faktin se ishte në një transmetim të drejt për drejt në televizion dhe po e shifnin edhe, po themi kështu, një masë më i gjerë? Duke qenë se kemi të bëjmë me një emision televiziv, natyrisht këto merren në masën merren për sa i përket dhënies së masës së dënimit nga ana e gjykatës dhe gjykata vlerëson një tërësi faktesh, provash dhe mënyra se si e ka realizuar këtë goditje, kështu që natyrisht edhe ky element është shumë i rëndësishëm për sa i përket dënimit që do të marri Jozi nëse ne do të kemi një proces gjyqësor. Pra është e gjitha në dorë të gjestit, po themi kështu, të personit të palës së dëmtuar. Gjithçka varet. Në këto vepra penale apo kundravajtje penale është në dorën e të dëmtuarit akuzues. Vetëm ai ka të gjitha kompetencat dhe tagrat për të tërhequr ose jo nga çështja. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.